Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Do befasoheni me atë se çfarë thot ngjyra juaj e syve për ju, cila është më e veçanta. Mos gaboni që të tërhiqeni gjithmonë nga e bukura sa i përket ngjyrës së syve, pasi të gjithë kanë avantazhet dhe dizavantazhet e tyre. Një studim në të cilën janë përdorur rreth 170 persona tregoi se cila prej ngjyrave të syve është më e shëndetshme. Aty thuhet se sytë e errët kanë më pak gjasa të preken nga degradimi makular i syrit, gjendje që krijon një pikë zezë në mes të shikimit, ndërsa në anën tjetër njerëzit me sy me ngjyrë të çelët kanë dyfishin e rrezikut që lidhet me këto probleme. Sytë e errët. Iriset e syve të errët kanë një rrezik më të ulët të preken nga problemet e lëkurës. Në një studim, kërkues morën mostra të ADN-s të 500 fëmijëve nga mosha 6 deri në 10 vjeç. Fëmijët me sy të kaltër kishin më shumë gjasa të zhvillonin nishane krahasuar me fëmijët e tjerë. Numri i nishaneve për njerëzit parashikoi gjithashtu edhe rrezikun e melanomës në moshat e rritura. Sytë me ngjyrë të çelët. Një grup volontueshis australian, nga një analizë që i kanë bërë 336 personave, kanë dalë në përfundimin se personat me ngjyrë të errët kishin më tepër gjasa të gjenin veten me fjalën si bujar, miqësi dhe simpati, sepse njerëzit me sy të ngjyrë të hapur i kishin më të pakta gjasat. Këtë e gjenin vetëm tek llojet e personalitetit që bënin më pak dhe ishin gjithashtu më konkurrues. Sytë e errët konsiderohen si më të besueshëm, ndërsa në një studim tjetër ku u pyetën 238 vullnetarë me shprehje të mendimeve të tyre se cili ndillte më tepër besim, ata me sy ngjyrë kafe u cilësuan si më të besueshëm sesa ata me sy ngjyrë të kaltër. Sytë e çelur nuk rrezikohen nga humbja e pigmentit të lëkurës. Në një studim nga Universiteti Mjekësor i Colorados, kërkuesit analizuan rreth 3000 persona me këtë lloj sëmundje. Ata identifikuan 13 gjene të lidhura me predispozimin më të madh ndaj gjendjes shëndetësore. Ata zbuluan se njerëzit me këtë sëmundje kishin më pak gjasa të kishin sy me ngjyrë të kaltër ose të gjelbër. Njerëzit me sy të errët pinë më pak alkool. E në një analizë tjetër ku morën në pyetje rreth 12.000 burra dhe gra, dolën në përfundim se njerëzit me ngjyrë sy më të çelët pinin më tepër alkool. Njerëzit me sy të zinj ose kaf dehen më shpejt se sa ata me sy të çelët. Pamja fizike është imazhi i parë që ne ofrojmë në botën e jashtme. Pa e njohur veten, gjithmonë arrim të shprehim opinionet tona përreth nesh dhe personave me të cilën po përballemi, sidomos duke parë në sytë e tyre. Sytë shpesh janë cilësuar sipas qyre e shpirtit. Ato janë një pjesë e rëndësishme e organizimit ton, pasi përmes tyre kuptohen emocionet, ngjyrat e të tjera. Gjenet përcaktojnë sasinë e melaninës në sy, gjë e cila mund të jetë gjithashtu e mundur edhe për të përcaktuar intensitetin e ngjyrës të secilit sy. Në fakt, kjo ngjyrë është shumë më e rrallë, por le të zbulojmë më mirë tiparet kryesore të njerëzve me sy të gjelbër. Ata janë inteligjent. Njerëzit me sy të gjelbër kanë aftësi të pabesueshme analitike, shumë inteligjent dhe ato asimilojnë shpejt informacionet që marrin dhe janë në gjendje të arrijnë qëllimin e tyre. Individët me sy të gjelbër janë lider të lindur. Fal karizmës së tyre, ato ndihmojnë të gjejnë edhe të kapërcejnë situatat më të mëdha stresuese. Gjithashtu ata cilësohen si krijues, kurioz, besnik, dinamik dhe kanë një vetbesim më të madh. Të gjithë e kemi dëgjuar thënien se sytë janë pasqyrë e shpirtit, por kjo ide është më konkrete nga sa mendoni. Cila është historia e vërtet të ngjyrave të syve dhe nga erdhi në të vërtet numri i nuancave në dukje të pafundme. Sido që të jetë përgjigja, një gjë është e sigurt. Ngjyra e syve është krejtësisht unike, ashtu sikurse edhe shenjat e gishtrinjve, çka tregon se askush tjetër nuk ka të njëjtën ngjyrë të syve si ju. Në fakt, disa studime të fundit tregojnë se ngjyra e syve është më shumë komplekse nga sa e keni menduar dikur. Sipas Brightside, do t'i referohemi disa nga vështrimeve më të afërta të ngjyrave të syve rreth jush.
Sy të kafë ekzistojnë para të gjithë të tjerëve. Sado e çuditshme të duket, njerëzit kishin sy kafë në një moment të historisë të gjithë njësoj. Më pas në një moment të caktuar një mutacion gjenetik ndodhi me gjenin që përcakton ngjyrën e syve. Ky mutacion e zvogëloi prodhimin e melaninës deri në pikën kur nuk ishte e mjaftueshme për të ngjyrosur syt kafe, dhe kështu u shfaq për herë të parë syri blu. Sot kafeja është enda ngjyra e syve më e përhapur në botë. Fal niveleve më të larta të melaninës, sytë të kafë janë më rezistent ndaj disa llojeve të sëmundjeve të syrit. Sytë të kafë janë më rezistent dhe gjithashtu më të zakonshëm në Amerikë, në Azi, në Perëndim, në Europë, ndërsa sytë të kafe errët gjenden shpesh në Afrikë, në Azinë në Juglindore dhe në Azinë Lindore. Të gjithë njerëzit me sy blu kanë një paraardhës të përbashkët. Një mutacion i vetëm në gjenet që prodhojnë melaninën na dha variacionin e panumër të ngjyrave blu, jeshile, gri dhe lajthi. Për më tepër, ky mutacion gjenetik ka qenë i lidhur me një paraardhës të përbashkët. Shkencëtarët besojnë se ky paraardhës ishte një europian nga rajoni i Detit të Zi, i cili ndoshta ka jetuar midis 6 deri në 10.000 vite më parë. Përqindja e njerëzve me sy blu sot në Europë varion midis 20 dhe 40%, ndërsa vetëm 8 deri në 10% e njerëzve në mbar botën kanë sy blu. Syt blu janë më të zakonshëm në Europën veriore. Një përqindje relativisht e lartë, 27% e njerëzve me sy blu në Amerikë është pjesërisht fal amerikanëve me prejardhje nga Europa Lindore, prejardhje irlandeze ose britanike. Shkencëtarët teorizojnë se evolucioni i ngjyrës së syve konsiderohet edhe një migratar i paraardhësve tan nga klimat e ngrohta në klimat e ftohta. Gjithashtu, më pak se 1% e njerëzve kanë sy të gri. Syt janë pasqyrë e shpirtit. Shikimi në sytë e dikujt mund të tregojë shumë për sjelljen e tij. Ato arrijnë të tregojnë se kur një person gënjen, flirton, ndihet i turpëruar, është i mërzitur, i shqetësuar ose i trishtuar. Kjo sjellje e syve tregon gjendjen tonë emocionale, por ngjyrat e syve janë në kod i personalitetit tonë. Sytë e zinj. Nëse keni sy të zinj, jeni një person misterios si nata. Ju jeni të përgjithshëm dhe të besueshëm. Kur bëhet fjala për marrëdhëniet, njerëzit e tjerë ju njohin më shumë për besnik. Njerëzit me sy të zinj janë gjithashtu të rezervuar, janë më të mirë në ruajtjen e sekreteve. Sy të kafë. Shumica e njerëzve në botë i kanë sy të kafe. Ato janë shumë pozitiv, të thjeshtë dhe krijues. Karakteristikat e këtyre njerëzve janë shumë të larmishme. Ato janë me fat dhe përshtaten shumë mirë në ambientet që i rrethojnë. Gjithashtu janë të sigurt, të kujdesshëm, tërheqës dhe praktik. Zakonisht ato kanë probleme me vetshprehin. Sy të blu. Njerëzit me sy blu janë ekstrovert. Nëse keni sy blu, me siguri jeni të zgjuar, paqësor dhe keni qëndrueshmëri të fortë. Gjithashtu jeni vëzhgues të mprehtë dhe shumë tërheqës. Sy të jeshil. Vetëm 2% e njerëzve kanë sy jeshil. Karakteristika kryesore e syve jeshil është inteligjenca. Njerëzit me këtë ngjyrë syve janë kurioz dhe natyrisht tërheqës. Natyra e tyre enigmatike dhe xheloze është një emet e madhe. Sy të gri. Njerëzit me sy gri kanë lindur për të udhëhequr, ato kanë personalitet të fortë dhe janë të butë. Mençuria, qetësia, pasioni dhe niveli i ulët i agresivitetit i dallon nga njerëzit e tjerë. Ato janë racional dhe ndonjëherë edhe krijues. Syt e shkruar. Zakonisht këto lloje të syve përbëhen nga hija e ndryshme blu, jeshile dhe kafe. Ju jeni me fat nëse i keni sy të shkruar, sepse ato shprehin mister dhe elegancë. Ju jeni pak djallëzor, por shumë të ndjeshëm. Emocionet luajnë një rol të madh në jetën tuaj. Jeni të mprehtë dhe të paparashikueshëm. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë vetëm për qëllim të informojnë dhe të mos zëvendësojnë besimet ose atë që ju doni të besoni, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose edhe atë që mendoni ju rreth ngjyrës suaj të syve. Informacionet në këtë video kanë për qëllim vetëm informimi dhe asgjë më shumë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.